Për sistemin e filtrimit të ujit të pijes u inaugurua të enjtë në Klinë. Ky projekt u tha se ka siguruar ujë për rreth 10.000 banor duke rritur sasinë dhe cilësinë e ujit në 84 litër për sekond. Ky është një lajm shumë i mirë për banorët e kësaj komune, që i ka 6 lumej, por i ka munguar uji i pijes në masë të konsiderueshme dhe në këtë mënyrë bashkërisht ne të gjithë e lajm një pjesë të borxhit që kemi për qytetarët, banorët e komunës në mënyrë që të kenë jetë të shëndetshme e të dinjitetshme. Po shpresoj që brenda pak ditësh edhe sipas pjesës së monitorimit që do të bëhet nga laboratori i hidrodrinit, nga Instituti i Shëndetit Publik, shpejt do të informojmë qytetarët që ta pinë ujit nga krojet që do të rrjedhin prej fundruesit dhe fabrikës së trajtimit të ujit. Gjatë vizitës në Klinë, kryeministrin e detyrë së bashku me ministrin e detyrë të ekonomisë dhe kryetarin e Klinës vizituan përmbylljen e punimeve për eficiencë të energjisë elektrike në 3 ndërtesa ku kanë përfituar 71 familje.